Kush e vendos? Shikon që na tha një prokuror i SPAK-u në gjykatën kushtetuese në procesin që kishin për telefona. Ai tha që ju s'mund të publikoni informacione pa marrë miratimin e SPAK-ut. Si pa marrë miratimin e SPAK-ut? Çfarë jemi në zyra e shtypit e SPAK-ut? Po. Si duhet të marrim komunikatën që të SPAK-ut dhe ta lexojmë. Jo more, po ti e pal, ashtu i bie të marrim dhe atë që thot avokati, se palesh ai tjetri. Ti s'ke vendim gjykate. Por kjo mënyrë funksionimi, çka ka bërë? Ka krijuar gjithë tymnajen dhe këtë procesin popullor. Dhe në rastin konkret, a e zgjidh problemin që kemi ne si gazetar? Jo, më tepër, cili ka qenë qëllimi, sidomos me pjesën e medias dhe të gazetarëve, ta mbyllim me këtë pjesë? Shiko, nuk mund të mendon, çfarë qëllimi ka? Ende nuk e kam të qartë saktësisht, se ku doan të dalin. Madje disi më duk se ai ligji i lojërat fatit. Ne kemi të votuar në parlament ligjin për legalizimin e lojërat fatit, por miliona, dhjetra miliona dhe qindra milionat e lojërave të fatit i kontrollon krimi organizuar dhe i ndan me zyrtarët e korruptuar. Pra, dhe në rastin konkret, kur të shohim shembullin e parë, atëherë do ta besojmë se kush janë hilet dhe prapavija e këtij ligji. Ne ende nuk e kemi parë. Sigurisht një gjë që qeveria e kalon me shpejtësi, pa bërë transparencë dhe me një grup të ngushtë personash, sigurisht që kjo nuk bëhet për të rregulluar profesionin e gazetarëve. Kjo bëhet për t'i penalizuar dhe për t'i vendosur nën kontroll gazetarët. Edhe pse na serviret ose BE-ja, ku diun. Po them vetëm një fjali, se ka të bëjë thash me profesion. Kur janë thirrur për të dhënë deklarime në Prokurorinë Federale Belge, oficerët gjyqësorë, Policisë Federale, para se unë filloja